Në Shqipëri ekziston një universitet që nuk gjendet askund tjetër në botë. Dega shofer, grada idiot dhe me treg të gjerë pune. Profesionistët e rinj gjenden kudo. Ata i gjenë në rrugët interurbane, i gjenë mes për mes qytetit, kryqëzime, në rrugica lagjesh, madje edhe në trotuare. Ata punojnë non-stop. Thuhet se ka nga ata që përfundojnë mes për mes qytetit, në rrugët interurbane, në rrugica lagjesh, madje edhe në trotuare. Ata punojnë non-stop dhe thuhet se pikërisht ata të cilët kaq të zellshëm e kanë punën, përfundojnë me të katra rrotat brenda shtëpisë apo biznesit, teksa punojnë, kuptohet, kryesisht në orët e vona të natës, por jo vetëm. Dhe e keqja e tyre më e madhe është se nuk e njohin orarin. Ata, nga pasioni që kanë për punën, i bien boris vende pa vend. E ti i dëgjon poshtë pallatit, i dëgjon teksa vendos fëmijët në gjumë, i dëgjon kur ke prindrit të sëmur, po, edhe në mbledhje, edhe në tualet, futu ku të duash ti, ata i dëgjon, sidomos kur mendon të lexosh një libër. Sa nis të lexosh librin ti, rrotullohet fjalia një 10 herë se tyja nuk të lë rehat. E keqja e tyre më e madhe është se ata nuk e njohin orarin. Të diplomuarit klasifikohen sipas eksperiencës. Në autostradë janë ata me gradën idiot me master, që dhurojnë spektakël, ngjiten pas makinës tënde, bien boris, ndezin dritat, hap xhami, thonë një shprehje pellazë që fillon me at. Pikërisht, këta respektohen edhe më shumë nga policët. Ndaj, kur t'i shihni, jepini respektin e dur, nëse s'doni që t'ju dalë emri në ndonjë gazetë, televizion apo afishe duke shkruar në kujtim të ka ende të tjerë. Për shembull, ka idiot me talent mesatar. Këta nuk janë shumë agresiv, veç se ata parkojnë vende pa vend. Fikin makinën në mes të rrugës, si ta kem trotuarin të babës, bllokojnë trotuare me pretendimin se këmbësori po i zë rrugën. Jam miku i qazimit, është kategoria e specialistëve. Ata njohin këdo dhe gjithçka. Mjafton që t'i kapësh në flagrancë dhe do dëgjosh për radha. Nis impresionin duke telefonuar qazon, që në fakt një zot e di se kush është. Dhe që të mos infektoni veten dhe larg qoftë që të lini fatin në duart e tyre, denonconi dhe raportoni çdo idiot me patent përpara se të jetë shumë vonë.